jo mbjellës të hidhërimit. Ne jemi ata që sjellim gëzimin e Jezus Krishtit në këtë botë. Jeta është vetëm në Jezus Krishtit lart në qiell. Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ftoja Jezus Krishtin sot, thoj, Zoti Jezus, eja. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Baraku që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe në orën 10. Fillo sot një jetë të re me Perëndin. Ulem përpara Teje, Zot, për mëkatin që më ke falur në kryq. Nuk kam mrekullim më të madhe. Cili do që thëret emrin e Jezus Krishtit për shpëtim, i janë falur mëkatet në përjetësi. Je një mëkatar i falur. Dhe kur ti e falur, je i shenjtë, dhe ti duhet të ecësh në shenjtëri. Edhe në qoftë se do të vdisni, ju do t'ju duhet të jetoni përsëri. Ky është shkembi. Ky është shkembi. Vetëm në Radio Emanuel. Gur të gjallë. Rikthehemi në studio miq, vazhdojmë të jemi së bashku drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel në programin Muzik Plus dhe në këto momente është bashkuar i ftuar për ditën e sotme mik i përhershëm i Radio Emanuel i programit Muzik Plus, pastor Mentor Rama. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku sot. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Gjithmonë bekim dhe kënaqësi për qenë në mesin tuaj. E vlerësoj vërtet shumë mes gjithë angazhimeve. Të paktën shohim në rrjetet sociale duke udhëtuar kryesisht drejt Gjermanisë dhe jo vetëm, dhe mbi të gjitha, pavarësisht gjithçkaje, gjeni kohën për të qenë pjesë e programit Muzik Plus, për të prezantuar për dëgjuesit tanë më tepër në lidhje me gjithçka që ju realizoni, jo vetëm në diaspor, por patjetër edhe aty ku ju veproni kryesisht në qytetin e Pogradecit dhe jo vetëm. Përgjatë vjetorit nuk pata mundësim për të zhvilluar së bashku një bisedë, prandaj në ditën e sotme do të ndalemi gjatë tek 2025-a, tek ato momentet më të rëndësishme që ju kanë shenjuar për gjatë 2025-s, patjetër për të folur edhe për këtë vit të ri. Prandaj duke reflektuar mbi dhjetorin e vitit që lan pas, cilat kanë qenë ndoshta ato mësimet më të rëndësishme të cilat ju kanë forcuar në aspektin shpirtëror dhe ju kanë përgatitur për një vit të ri, sikurse është viti 2026. Edhe njëherë faleminderit shumë për të gjithë angazhimit që më të vërtet Zoti na ka mirëbesuar. Unë gjithmonë më do përgjetur kohë për të ardhur bashkë me ju, sepse besoj gjithashtu ashtu siç ju tek ne, besoj që ju bëni një punë të jashtëzakonshme dhe një bekim për një audiencë të gjerë që ne ndonjëherë nuk e kemi mundësinë për të arritur, po. Ju falenderoj. Këtë e bëni me shumë zel dhe pasion. Ku të fillojmë dhe ku të mbarojmë për 2025-ën, se 2025-a për gjithë shërbesin tonë të CFN-s ka qenë një vit e veçantë, për faktin sepse 2025-a në fakt ka qenë një vit jubilear. Kemi filluar në janar të vitit të 25-s dhe e kemi mbyllur me datën 26 dhjetor. Kjo është edhe arsyeja që nuk pata mundësi për të bashkuar bashkë me ju për Krishtlindje. Dhe në këtë rrugtim të këtij 25 vjetori ka qenë momente të veçanta sepse shumë kujtime janë kthyer prapë, duke parë ndikimin e kësaj pune që Zoti ka bërë në këto 25 vite. Dhe në fakt 25 vjetori ka ardhur në jetë zyrtarisht edhe puna jonë e diasporës. Në këtë rast ne tani në marsin e këtij viti ne bëjmë një vit që në Gjermani është formuar, është mbjellur kisha parë shqiptare me komunitetin shqipfolës në qendër dhe në zemër të Stuttgartit.
dhjetori, nëse duam të flasim për dhjetorin, thash ka qenë një muaj shumë i angazhuar. Kemi patur 4 gishtlindje si shërbes. Wow. Sepse ne bëjmë krishtlindjet veçanta vetëm me studentët e akademisë tonë. Pastaj kemi bërë krishtlindjen e parë zyrtare me kishën e diasporës në Stuttgart, për herë të parë në historinë e krishterë të komunitetit ungjillor në Gjermani është festuar një krishtlindje, dhe kjo na ka gëzuar jashtë mase. Kjo është e dyta dhe 2 krishtlindjet e tjera që ne kemi me bashkësitë tona dy të hapura në Porgadec. Si, meqense unë e kisha një pyetje të menduar pak më vonë, por meqense e solle në këtë moment të diasporën, edhe është një ndër shërbesat patjetër më të rëndësishme që ju keni ndërmarr, e cila tashmë përgjatë këtij viti bën thuajse një vit, cilat janë nevojat kryesore shpirtërore që ju shihni sot tek diaspora shqiptare dhe që patjetër përpiqeni që ti mbushni, ti plotsoni, ti adresoni ato edhe përmes shërbesave që keni aty. Në fakt, një nga nevojat e mëdha të diasporës që e kemi kuptuar në këtë kohë është përkatësia. Shumë njerëz ndihen vetëm për shkak të shkëputjeve të tyre, për shkak të ecjes të shumtë në një tokë që në fundësisht të tyre po kanë shkuar për arsye të ndryshme, që është emocionalisht shumë e vështirë. Për pjesë të mirë do thosha, ndoshta jo për gjithë, po besoj për pjesë të mirë. Për pjesën të madhe të tyre. Të shqiptarëve që kanë kontakt me ne dhe që ne i kontaktojmë është kjo lodhje emocionale. Jeta në diasporë kryesisht ku për dëgjuesit, vetëm për ta saktësuar pak, kur unë e përdor fjalën diasporës i referohem Gjermanisë dhe Zvicrës, sepse diaspora është shumë e gjerë se sa këto dy shtete, po ne në këto dy shtete e kemi fokusin tonë dhe angazhimin tonë. Ka shumë nevojë për shpresë, për qëndrueshmëri dhe në fakt dhe për një drejtim frymëror. Tani ne po shikojmë që shumë shqiptar që më përpara kanë jetuar në Greqi dhe në Itali, që kanë migruar nga Shqipëria ndoshta para 20 e ca viteve, tashmë gëzojnë dokumentin fal disa rregulatorëve të Bashkimit Evropian, gëzojnë të drejtën për të jetuar dhe punuar në Gjermani dhe Zvicër, sepse i kanë dokumentat zyrtare të njohura nga shteti përkatës ku vijnë, në këtë rast Greqia ose Italia. Mirë, po ata aq të vështirë sa e kanë patur në Itali edhe në Greqi për 20 e ca vite, janë mësuar, janë integruar, por tani kanë shkuar nga fillimi. Por tani kanë shkuar në një vend tjetër, që është totalisht kulturë tjetër, nuk krahasohet kultura e këtyre dy shteteve me kulturën gjermane apo zvicerane. Është nuk e njohin gjuhën. Jeta është shumë e shpejtë, sesa ku kanë qenë më përpara. Duhet ta mësojnë gjuhën, duhet ta mësojnë kulturën, duhet të përshtaten. Dhe kjo në fakt i lodh, por në të njëjtën kohë këta njerëz që dikur një herë në një farë kohë, disa prej tyre në Shqipëri, disa të tyre në rrugët e migracionit, janë shpëtuar, e kanë njohur Jezusin. Kjo është ajo që i ka mbajtur, i ka dhënë kurajë forcë, por me kalimin e viteve dashuria për Zotin është zbehur, jo që kanë dashur, ashtu është ofruar jeta rrethana të tyre. Dhe kur ne filluam shërbesën, në fakt, prandaj thash ka shumë për të thënë, sepse ne nuk i kishim plan në 2025 për të filluar direkt me kishën. Në fillim qëllimi ishte konferencat e diasporës dhe ndërtimi i rrjetit tonë. Por kur u bë më shumë evidente nevoja dhe kërkesa e tyre, ata na thonë që ju jeni përgjigjet e lutjeve tona, sepse ne kemi patur në zemrën tonë që dikush do të vinte edhe të na predikonte në shqip, na afronte një mundësi për të lutur shqip, për të adhuruar shqip. Dhe unë gjithmonë ku predikoj në kishën Stuttgart, dhe më të vërtet, unë këtë nuk e them se unë jam themeluesi dhe pastori kryesor i Bashkisë së Dytë të Hapura në Porgadec, dhe ku e them, nuk e them që kisha ime në Porgadec është ndryshe, që është në thonjza
jo aq e mirë sa kisha e Stuttgartit, por unë gjithmonë ku predikoj aty, unë shoh në syt e besimtarëve një audiencë para meje që mundeshesh për të marrë çdo fjalë, jo çdo fjali. A janë më të etur këta persona duke qenë se janë larg vendit për fjalën e Perëndis, ndoshta duke parë edhe një ndryshim nga shqiptarët që janë këtu edhe ndoshta shkojnë në një kishë rregullisht dhe mund të them deri me tani që kemi këtë eksperiencë, ne mund ta themi po. Ata janë më tjetër se për faktin duket që ju ka munguar diçka. Ke parasysh kur ne na mungon diçka që kemi dashur shumë, kemi mall për atë gjë. E duket që ata kanë patur mall, kanë patur nevojë, e kanë humbur disi rrugën, nuk po them që kanë humbur shpëtimin, po absolutisht jo. Por ja ka afruar migracioni atë lloj mënyre sa që është ftohur dashuria për Jezusin dhe tani po rikthehet edhe po bindesi prap në thonjza, po e them në dashuri për herë të parë ose për herë të dytë me Jezusin, kështu që janë shumë të hapur. Atje është problemi i një gjëje tjetër. Faktori kohë është problem shumë i madh, po jo dëshira dhe vullneti. Kam përshtypjen që këtu tek ne në Shqipëri mendoj është ndryshe. Unë mendoj që këtu kemi më shumë kohë që mund ta menaxhojmë dhe mund t'i përkushtohemi kishës, studimeve, shërbesës të dielës, që se jeta nuk është meritjem siç është në diasporë. Atje sfida më e madhe është faktori kohë për shumë njerëz, sepse por ata mundohen për gjetur kohë dhe në fakt vijnë, po. Në fakt, kjo temë është shumë aktuale, sidomos në kohën në cilën e jetojmë, ku shumë shqiptar zgjedhin të largojnë për arsye nga më të ndryshme, ndoshta në një moment tjetër, pse jo unë do kisha dëshirë për të fokusuar totalisht për gjatë një interviste tek kjo temë edhe për cilë edhe eksperiencën tuaj, për të përcjellë dhe mesazhe shumë të rëndësishme për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Por jemi në fillim të 2026-s, prandaj si e shihni fillimin e këtij viti për ju? Ndoshta jo vetëm në aspektin personal, por për gjithë kishën tuaj, për CFN Albania dhe çfarë shpresë dhe drejtimi sjell ky fillim për të gjitha shërbesat që ju keni, për gjitha gjërat që vërtet dëshironi të realizoni dhe të shërbeni Perëndis. Besoj ju i referoni pyetjes si shohim për shërbesën tonë. Po, patjetër. Po jo globalisht situatën apo në Shqipëri. Ju mund ta sillni si të dëshironi, pastor. Jo për Shqipërinë më shumë në lidhje me atë që ju bëni, në lidhje me shërbesat, qoftë edhe me akademinë, me shkollën, sepse këtë vit keni nisur dhe vazhdoni shërbesën e akademisë apo jo? Po. Për ne ky viti 2026 në fakt është unë ja kam vendosur emrin është viti i kalimit. Çfarë do të thotë kjo viti i kalimit? Që do të thotë nga përgatitja në përgjithësi. Tani duke u referuar pak 25 vite më përpara dhe duke bërë dhe ca studime rreth vet numrit 25 edhe në aspektin teologjik biblik, por edhe në aspektin shoqëror, njerëzor, ligjeve globale që i referohen, deri në moshën 25 njeriu e ka mundësinë për të formuar. Kockat e njerëzit vazhdojnë formohen. Disa organe, më sa duket, deri në moshën 24 plus disa janë akoma në nevojë për të zhvilluar. Tani nuk kanë mbaruar për mjeksi, kanë mbaruar për ekonomi, por në këto 25 vite ne kemi parë që shërbesa e CFN-s ka qenë kanë qenë vite të themelimit, ka qenë vite të zhvillimit, kanë qenë vite ku jemi formuar, kemi kuptuar vizionin e qartë, identitetin ton, kemi ndërtuar një shërbes, sipas gjykimit tim mendoj, me reputacion të mirë dhe me një ndikim kombëtar dhe përtej. Dhe viti 2026 që e kam quajtur viti i kalimit, i përgjithësive, mendoj tani është viti i maturive, është viti i miritur, i pjekur, i formuar dhe tani është viti i kalimit për të hyrë në Jordan dhe në Jeriko. Sepse ky është edhe vargu i një vitit nga Jezueu 1:9, pa pritur një moment të caktuar Jezue kupton që nuk Mojsiu shërptori i Zotit, që ishte për 40 vjet me ta, nuk është tashmë, mirë po para tyre është e Jordani. Kështu që mendoj që do të hymë në të thellat të reja, besoj që do të hymë në disa përgjegjësi të reja që jemi duke trajnuar njerëz të rinj
nuk do t'i mungojnë prap ato shërbesa që kanë qenë konferencat, akademia, por në vizionin e Frosinës dhe timin në zemrën tonë është, mendoj, në mënyrë që ne mundet që të lirohemi për gjërat e tjera për të bërë, ne kemi një objektiv që mendoj nga 2026 deri në 2030 disa përgjegjësi kryesore për t'i dërguar njerëzve të tjerë që shërbesa të vazhdojë të rritet, të jetë bekim në mënyrë që gjërat e tjera mund të vinë në jetë. Shumë interesante dhe mënyra edhe këndvështrimi që përcollen në këto momente për sa i përket 25 vjetorit të CFN-s dhe gjithçka që ju dëshironi të realizoni për gjatë viteve të ardhshme. Diçka që un kam parë në rrjetet e tua sociale është në lidhje me studentët e CFN Akademi, edhe më bëri shumë përshtypje lënda, por edhe tema që ishit duke trajtuar, në mos gaboj para 2 ditësh keni bërë këtë postim, nga fara tek fryti. Çdo farë që mbillet ka një çmim, por edhe një premtim. Prandaj më trego si nisi ky vit për akademinë, ndoshta për gjithë ata që janë pjesë e saj. Unë e kuptova në këtë intervistë me ty që 2 herë më referua për rrjetet e mia sociale. Sepse mendoj që njerëzit janë gjithmonë edhe më tepër aktiv aty dhe shohin ndoshta edhe më nga afër gjithçka që bëhet. Po, unë kam dëshirë të them një gjë. Unë mundohem. Dhe ju jeni shumë aktiv për hir të së vërtetës. Unë mundohem për të qenë aktiv, por në të njëjtin kohë unë jam edhe selektiv. Që do të thotë të paktën sipas një personi që her pas here më këshillon, unë nuk postoj gjithçka në rrjetet sociale, çdo gjë që ndodhet tek CFN-ja. Është e pamundur, e di për shkak të gjitha gjërave që ndodhin aty. Domethënë në rrjetet e mia sociale, kryesisht Facebooku, në Instagram do ta pranoj që ka ndoshta hapësirë akoma më shumë për të përmirësuar. Aty nuk janë më shumë se 45% të aktiviteteve që bëj unë si mentor, edhe CFN-ja. Mundohem për të qenë ato kryesore dhe të gjërat. Por thjesht e thash për audiencën që ndoshta ndonjëherë mund të thonë që është shumë apo është tepër, në fakt CFN-ja është shumë më tepër që ne bëjmë se sa vetëm kemi aty. Tek nga fara tek fryti. Kjo është e lënda e radhës me studentët tanë, kur fjala në këtë 25 vjetor që i referohem vitit kaluar, në fakt Zoti na ka bekuar me student që mund ta themi në historinë tonë 25 vjeçar nuk kemi patur asnjëherë më shumë. Në raste në vendet të tjera kemi dëgjuar për kriza dhe për mungesë të njerëzve dhe të vullnetit që nuk kanë student për shkolla të tjera, qoftë edhe universitetet private, nuk i referohem vetëm shkolla biblike. Unë mund të them që ne si CFN nuk e di pse, a është një hyrje veçantë për atë vit që ishte jubilear, a ishte ndonjë konfirmim që Zoti donte për të thënë që është për shkak të besnikërisë tuaj në shërbes, është rezultat apo produkt i lutjeve, sepse ne japim shumë rëndësi edhe lutjes tek CFN-ja, por ne në fakt kemi filluar një vit shkollor me 50 student. Wow. Dhe ndër këta 50, 18 prej tyre kanë filluar vitin e parë, rrugtimin e parë me CFN-n. Domethënë, pjesa tjetër janë në vit 2, në vit 3. Dhe në këta 50 janë 8 student online nga diaspora, që do të thotë ne kemi 43 student prezent në CFN-ja dhe pjesa tjetër 7 ose 8 mos gaboj janë nga diaspora, kështu që akademia është në ditë e saj të mira. Kjo për këtë falenderojmë Zotin, se në fakt në vitin 2000 gjithçka ka filluar me shkollën Biblës, kështu që CFN-ja është produkt i shkollës dhe lavdi Zotit që vazhdojmë kemi mbajtur këtë shtyllë edhe që Zoti ka konfirmuar. Lënda që unë kisha dëshirë për të filluar vitin fara me frytin, ne të gjithë jemi produkte një fare. Në fakt fara është në kontekstin e Biblës është shumë më tepër se sa ne mund ta marrim aspektin e një fare që mbjellim. Jezusi flet shumë për faren, Jezusi flet shumë për mbjelljen, por në të njëjtën kohë Jezusi ka folur edhe për frutin. Domethënë është unë i thash studentëve një herë, lëndë nuk e kam dhënë unë, e ka dhënë një pastor nga Fieri, pastor Valteri, po unë i kërkova atij që të përgatitshë, sepse unë mendoj që ne në jetën tonë të besimit mund të korrim shumë më tepër gjëra se sa ndonjëherë kemi mundësinë për të mbjellur. Dhe fatkeqësisht ndonjë iluzioni është që ne mbjellim një portokallë dhe mendojmë që
do ta korrim një moll. Nuk është ashtu. Domethënë, nëse ti mbjell portokall, ti portokall do të kesh. Nëse mbjell moll, mollën do ta kesh. Kjo ka të bëjë edhe me formimin ton, ka të bëjë edhe me karakterin ton, mënyra si jetojmë jetën. Pra fjala fara vet është pjesë e fjalës, sa e trajtojmë, sa jetojmë sipas saj. Dhe u çudita që nuk i dija vet si do të priqen nga audienca e studentëve, por të shtunë pasdite bëra një bisedë kështu kafe në orën e fundit, edhe pak nuk fola me të gjithë, po me ata që pata mundësin disa për të biseduar me ta, ishin gëzuar, thanë, okay, se kemi para asnjëherë në këtë lloj investimi fare, dhe ju ka shërbyr së lënd, dhe qëllimisht e vendosim se akademinë në fillim viti që i gjithë viti tjetë për jetën e tyre, me mendimin që ato që do të mbjell një rio, ato do të korrë, edhe ka qenë një fundjavë shumë e vajosur. Jam zotë më njosur edhe për pastor Valterin, për miq që i kishte marrë seriozisht, ishte përgatitur, kështu që lavdi Zotit për këtë. Pastor, diçka më tepër për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe ndoshta nuk kanë një informacion më të detajuar se si, ndoshta mund të bëjmë pjesë akademisë, mund të jenë online duke ndjekur lëndët që ju jepni. Po, çdo person që është duke na ndjekur tani e ka mundësinë për t'u bashkuar programit tonë të akademisë. Në fakt, akademia jonë të jep një mundësi për t'u bashkuar jo me patjetër në shtator, kur fillon viti akademik. Sigurisht janë disa lëndë që të mungojnë, që i bie që plani mësimor i shtyhet studentit, që nuk diplomohet në njëjtin kohë kur diplomon këta, por edhe ata që po na ndjekin sot, në rast se mendojnë që duhen të bashkohen, janë të lutur, të ofruar për të na kontaktuar qoftë nëpërmes jush, apo në rrjetet tona sociale, në faqen tonë të akademisë, në faqen time, në faqen e CFN-s. Dhe e mira kësaj është që nuk e di ai, e them këtë për arsye të audiencës, është që akademia të ofron një program pa u shkëputur nga familja, nga jeta dhe shkolla. Domethënë apo nga kisha jote lokale, se kurrikula që është ndërtuar për vetëm një fundjavë në muajt, të premten pasdite dhe të shtunën paradite, që do thot besimtari ka të drejtën e plot për ta zhvilluar punën e tij, jetën e tij krishtare në kish, angazhimin familjar, edhe vjen tek ne vetëm një herë në muajt të premten pasdite. Për shqiptarët që banojnë në Shqipëri, ne nuk e ofrojmë platformën online. Po, është vetëm për ata jashtë. Vetëm për diasporën, sepse ne mendojmë të qenit prezent, jo mendojmë, e kemi përjetuar, kemi jetuar, mendoj është ndryshe dhe aq më tepër që është vetëm një herë në muajt. Kështu që na kontaktoni, jeni të ftuar, besoj që do të bekoheni, sepse edhe lëndët që vinë në vazhdim do të vinë mësues, profesor, burra dhe gratë Zotit që kanë një eksperiencë të madhe me Zotin. Nga Shqipëria, po tani kryesisht do të kemi mësues nga jashtë. Kështu që pse jo, ti bashkohesh dhe të investosh në jetën tënde. Unë jam produkt, unë jam farë e shkollës Biblës. Wow. Po, kështu që në rast se Zoti e ka lejuar që ta përdor një mentor që i ka marrë formimet e mia aty, atëherë unë besoj që ai është i aftë edhe çdo njeri që po na ndjek për ta formuar dhe për ta përdorur për lavditë e Zotit. Kush e kishte menduar në vitin 2003-2004 askush. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me pastor Menton Ramën, por në këtë moment e juftoj të ndiqni këngën Beko shpirti im ti Perëndin, kënduar nga Çimi dhe Nisa. Beko shpirti im ti Perëndin, dhe jo ti mos harrove pratë e ti. Ai është i vetmi Perëndi që për ne dha birin e ti. Ai na i fal të gjitha pa udhësi, rrugët e tij të çojnë vetëm në dritë. Ai është i vetmi që shëron dhe nga vdekja të shpëton. I mbushur plot me gëzim, sot i beko shpirti im dhe lëvdoje atë ti për gjithmonë.
Zoti ynë është një Zot besnik. Beko shpirtim ti Perëndim, dhe jo ti mos haro veprat e ti. Ai është i vetmi Perëndi që për ne dha birin e tij. Ai na i fal të gjitha pa udhësit, rrugët e tij të çojnë vetëm në dritë. Ai është i vetmi që shëron dhe nga vdekja të shpëton. I mbushur plot me gëzim, Zoti mbeko shpirtim dhe lëvdoje atë ti përgjithmonë. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Në të mirën në rrezik, jo ti mos ki frik, Zoti ynë është një Zot besnik. Beko shpirtin ti Perëndin është kënga që na rikthen në studion e programit Muzik Plus për të vazhduar bisedën shumë të veçantë në ditën e sotme me pastor Mentor Ramën. Kemi shumë për të folur për gjatë kësaj interviste, prandaj unë përpiqem që të ndalim tek ato gjërat më kryesore që ju zhvilloni, por edhe patjetër për të ndalur tek mesazhe shumë të rëndësishme në aspektin shpirtëror. Prandaj, në një këndvështrim shpirtëror, çfarë mesazhi shpresë mendoni se Zoti po jep njerëzimit edhe përmes ngjarjeve dhe kohës që ne po jetojmë, duke qenë se jeni në kontakt vazhdueshëm jo vetëm me besimtar në Shqipëri, por edhe përtej saj në diasporë? Personalisht besoj se Zoti është duke i folur njerëzimit për të kthyer tek thelbi. Dhe thelbi në fakt është vetaj. Kështu që në mes të kësaj pasigurie, krize, këtyre lodhjeve, këtyre sistemeve që kemi njohur, kemi kuptuar, edhe disi kemi qenë ose jemi akoma peng të tyre të disa sistemeve që ndoshta deri vjet ose deri në 2024 në disi kanë funksionuar, duket që tani rendi po ndryshon pak. Duket që disa siguri që për ne i kemi quajtur siguri më përpara, ku flasim sot janë akoma, por nuk jemi sigurt sa kohë do të jenë. Kështu që mendoj thelbi i Zotit në gjithçka, unë personalisht është mendimi im, thjesht për ta qartësuar pak audiencën. Mendimi im personal është që unë besoj që në mes të gjithë kësaj, besoj që Zoti është në kontroll. Unë personalisht besoj që gjithçka nuk është duke ndodhur vetëm një rastësi, por besoj që Perëndia është duke lëvizur disa gjëra për të kthyer njerëzit tek thelbi, tek marrëdhënia me të, sepse krizat më të vërtet aktualisht janë shumë të mëdha botërore. Kemi në disa fronte të botës të ndryshme, disa lufta, disa të mëdha dhe disa të vogla që nuk është që na përsëriren shumë në media, por që në fakt janë. Disa të tjera nuk dihet se çfarë ndodh, por në gjithçka ne e dimë që këto gjëra mund të na friksojnë, mund të na sjellin pasiguri. Personalisht si mentor besoj Zoti është në mes të gjithë kësaj gjëje për t'ia dhënë njerëzimit një mesazh edhe një herë që në fakt siguria
dhe sistemet njerëzore mundet që të binë pa mbete gjithmonë i njëjti. Dhe dua t'i referohem se jo, edhe që jam online, unë dua të them që ne dim vetëm anën negative të protestave dhe të vrasjeve në Iran, që aktualisht janë duke ndodhur. Por në të njëjtin kohë kam shumë informacione se kisha është duke rritur si asnjëherë më përpara. Dhe kjo mua si mentor më jep një mesazh që për të gjithçka njerëzit kanë filluar ta kërkojnë Zotin. Dhe në fakt tek ai është shpresa, ai është siguria, ai është Zoti që do të del ball fjalës së tij, sepse tek Isaia thuhet, fjala ime nuk do të kthehet bosh, por nuk mbaron vetëm kaq. Thot pa realizuar plotësisht. Fjala e Zotit nuk është realizuar akoma plotësisht. Kështu që ai thot nuk do të kthehet bosh pa realizuar plotësisht. Zoti do ta realizojë planin e tij që ka këtu në botë, dhe për ta realizuar planin e tij, në fakt e përdor kishën e tij. Ai është i plot fuqishëm për ta bërë dhe vet. Kështu që për ne besimtar ka shpresë, ka siguri, dhe besoj kush më shumë se sa ne në këtë kohë e ka një armë në dorë për ta demonstruar, për të thënë që hey, tek Zoti im, un kam siguri, un kam shpresë, ai kujdeset për mua dhe ai në fundit është në kontroll të gjithçka. Kështu që un personalisht, edhe që nuk di çfarë sjell këtë vit 2026, jam i qetë, jam me paqe dhe dua të shikoj tek Jezusi, po jo tek rrethanat. Por edhe për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe ndoshta po jetojnë një moment të vështirë, shumë pasiguri, lodhje, të pashpresë për arsye nga më të ndryshmet. Prandaj, duke qenë se ju e përmendët dhe gjithë e dim, jetojmë në një botë plot sfida dhe pasiguri, si mundet që ta ruajmë besimin, paqen e brendshme, por edhe atë forcën shpirtërore? Në fakt besimi ruhet duke e ushqyer atë çdo ditë. Sepse besimi nuk ruhet ose Zoti nuk kërkohet vetëm në një situatë vështirë të jetës apo në një kohë krize. Tani ne dim që vështirësitë, problemet dhe krizat janë evidente, na afrojnë gjithmonë disi në një kërkim më afër të një force mbi natyrshme. Ne quajmë tek Zoti, dikur tjetër quajnë të diçka tjetër. Por paqja e brendshme nuk vjen vetëm ose siguria nuk vjen vetëm për ta kërkuar Zotin atëherë kur nuk jemi mirë. Dhe besoj që besimi ynë ruhet kur ushqehet vazhdimisht. Dhe ku them ku ushqehet, shikoni, edhe për gjithë ata që po na dëgjojnë, edhe ne si njerëz, si organizëm që jemi, ne funksionojmë duke ngrënë dhe duke pirë. Mendoj do të kishim një problem serioz me shëndetin tonë, në rast se për shembull do të keq ushqeheshim ose nuk do të ushqeheshim fare. Por larg qoftë në rast se nuk do të konsumonim ujë të mjaftueshëm, sepse trupi ynë është mbi 70% ujë. Por nuk ndryshon ndonjë gjë në aspektin e besimit. Edhe aspekti i besimit është i njëjti. Kur ai nuk ushqehet, edhe ai dobësohet, vyshket, dhe prandaj është mirë që unë si besimtar, si mentor, ata që po na ndjekin dhe çdo tjetër, tani po i flas audiencës i krishterë në këtë moment, edhe pastaj do të zgjeroj pak për ata të tjerë, është që ta ushqejmë besimin vazhdimisht, jo vetëm në situata kur më duhet ta kërkoj Zotin, sepse s'kam zgjidhje tjetër, jam në një hall, jam në një konflikt, jam në një diagnozë që më erdhi pa ditur, pa e pritur. Besoj që ne forcojmë më shumë kur e kultivojmë vazhdimisht besimin ton, dhe për këtë këtu hyn lutja, këtu hyn loj pakagjërimi, po mbi të gjitha leximi i fjalës së Zotit dhe marrëdhënia me Zotin. Kështu që ju inkurajoj nga zemra, mos e pritni që të vi problemi për t'ju afruar Zotit më afër, por shkoni tek Zoti edhe në kohë ku jemi mirë. Këtë ja them edhe vetes se në këto 25 vite shërbes më ka mësuar shumë jeta edhe shumë besimi, dhe ndërsa nëse ka njerëz që më vonë ose tani janë duke ndjekur këtë video dhe akoma s'ja kanë dhënë jetën Jezusit, unë them që siguria më e mirë për të kaluar një krizë, për të kaluar një problem, po mos flasim për jetën e preshme, ai kështu është, ai është bonus, ai është dhuratë e pamerituar, por trokitni, kërkoni Zotin Jezus, sepse besoj është më lehtë
për i kaluar gjërat me Zotin dhe për ne që jemi me Zotin, mendoj që duhet të qëndrojmë në fjalën e Zotit, duhet të kemi besim, ne duhet të lutemi dhe një gjë që do ta mbyll me këtë, duhet japim në fakt vëmendje edhe komunitetit tonë të qëndruarit së bashku një me tjetrin, sepse fjala e urtë thotë që hekurin prej hekurin. Kështu që në rast se jam jashtë jetës së kishës, jam me një shoqëri pa Zotin dhe nuk jam në një komunitet të krishterë, në këtë rast nuk jam shpesh në kishë, shoqëria ime nuk jam besimtar, sigurisht që besimi ynë do të zbehet. Dhe kjo për të qenë së bashku tani, sidomos në kohën ku jemi duke jetuar, ku jemi të stërmbytur me informacionet, është e jashtëzakonshme, kështu që qëndroni bashkë afër besimtarëve. Edhe në fakt për të qëndruar bashkë afër besimtarëve, një gjë shumë e rëndësishme kjo, ndoshta për gjithë ata që janë duke na ndjekur, si mund të bëhet secili prej nesh një burim drite, shpresë dhe inkurajimi edhe për të tjerët në përditshmëri, e kam zgjedhur këtë pyetje edhe për faktin që për gjatë muajit që lan pas, dhjetori, ne përpiqemi, jemi gjithmonë të gatshëm për të mbështetur, për të ndihmuar, për të ndarë nga fjala e Perëndisë dhe jemi si thua, është më e lehtë për ne për ta ndarë fjalën e Perëndisë me të tjerët, por kjo gjë duhet bërë në përditshmëri, edhe në momente të tilla, edhe për gjatë janarit ku duket si një muaj paksa më i vështirë, më depresiv, më i zbeht. Unë do të thosha që në fillim jo më patjetër duke bërë gjëra të mëdha. Por duke qenë besnik në ato gjërat e vogla. Siç edhe ju thatë, interesant që në disa muajve japim më shumë rëndësi për angazhimin tonë. Dhjetori, prilli me Pashkën, ose ndonjë aktivitet, ndonjë gjë shumë e veçantë, por në fakt gjërat e vogla janë shpesh ato, në rast se do t'i qëndrojmë besnik atyre, janë ato në fjalë në fakt që na japim kurajo, domethënë do thosha një dëgjim i sinqert për vllajën, për motrën. Unë nuk e di, thash kemi shumë për të thënë, po a dini sa problem sot është vëmendja dhe dëgjimi kur rrin një me tjetrin? Do thoni pse? Ka statistika që në një tavolinë ku njerëzit ulen sot për të pirë një kafe, dhe statistikat nuk i referohen Shqipërisë, i referohen fatkeqësisht Evropës, që njerëzit dalin për një darkë, dalin për një kafe, edhe në gjithë kohën 2 orë së bashku, studiuesit thonë që ata a kanë folur apo nuk kanë folur 25% e kohës së bashku, pjesën tjetër kanë qenë në telefon. E frikshme. Dhe prandaj unë them që mendoj një fjalë e sinqert ndonjëherë mjafton për ta kultivuar këtë gjë, që ne ftojmë tjetrin për kafe ose dikush na fton ose për një thjesht për një kohë së bashku, dhe unë marr vendim me vetë dijen time dhe e dëgjoj kelën. Domethënë edhe në rast se nuk them asnjë gjë, ose në rast se më pyet i përgjigjem, por unë jam aty për personin që më ka ftuar, sepse këtë celularin e kam kështu të pandashëm. Ne kemi të pandashëm, ku do të shkojmë? Patjetër. Dhe u mendoj për ta ushqyer këtë inkurajim më shumë, besoj, për të qenë më shumë drita që duhet të ndriçojmë, besoj duhet që të fillojmë me gjërat e vogla, dhe sigurisht besoj edhe duke paraqitur një jetë me integritet, sepse e keqja bëhet akoma më e keqe, po zgjerohet e keqja shumë. Besoj që të jetuarit në integritet për ne si besimtar, besoj që do të jetë një pasqyrë që do të reflektoj për të thënë që të tjerët të qojmë tek Zoti, ndonjëherë edhe pa përdor fjalë, por vetëm veprat tona. Besoj integriteti në një shoqëri që është duke shkuar gjithmonë më afër, që po e përqafon të keqen si të mirë, besoj është shumë e rëndësishme dhe kështu që të qëndrojmë bashkë një me tjetrin, ta inkurajojmë një tjetrin, të japim vëmendjen e duhur, të bëjmë gjërat e vogla, sepse ato të vogla mbeten ndonjëherë.
Do të kemi një shkëputje tjetër muzikore shumë të shkurtër për të rikthyer vetëm pas pak në studio dhe për të ndalur tek disa pjesë vërtet shumë të rëndësishme për ju edhe shërbesa që jeni duke zhvilluar përgjatë këtyre viteve, por pa humbur kohë ju ftoj të ndiqni këngën Zot më ka marrë malli kënduar nga Gloria Nure. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me pastor mentorin dhe në mos gaboj, por gjatë këtyre 3 viteve je duke shërbyer edhe tek diçka shumë e veçantë e quajtur mëngjesi I lutjes kombëtar. Mund të ndash më tepër detaje me çfarë ka të bëj kjo dhe si ti e ke gjetur veten aty? Kjo në fakt është një shërbes po quaj e re, edhe që tashmë kam 3 vite që jam pak I angazhuar. Besoj që kam qenë një udhëtim Shqipëri-Gjermani dhe në qiell, në avion, po quaj, e kam ndjerë në zemrën time që edhe pjesa e një shoqërie politike dhe njerëzve me influencë janë pashtu qenë njerëzor që kanë nevojë për Jezusin. Në fakt Jezusi nuk ka ardhur vetëm për të varfrit, ai ka ardhur për të gjithë. Dhe shpëtimi është për të gjithë. Dhe nuk e di pse në ato momente, në ato 15 minuta pritjem në avion, zemra ime në fakt u prek shumë. E kuptova qartë në zemrën time mesazhin, mendoj nga Zoti që të angazhohem pak në këtë pjesë, nuk e dija si, qysh, nuk isha
zero kontakte. Dhe e mora thjesht lëvizjen e lutjet të mia, po shkruaj historinë që shumë gjatë, kështu që jam kthyer pastaj dhe thash do ta organizojmë një mëngjes lutje. Në fakt së shpejti do të ketë një emër tjetër. Dhe i ftova, unë kam hyrë në faqen e internetit të ambasadave dhe të ministrive pa patur asnjë lloj njohje. Mundet që dikush mund të thotë po pastor mentori ka patur njohjet e tij dhe kontaktet e tij. Tani i kam. Por atëherë jo. Por kur kam filluar nuk kam patur. Kështu që kam marr adresat e emailit ku e kam dërguar ftesën. Unë për çdo email jam lutur, e kam quar pa njohur. E caktova datën, vendin tek CFN-ja, një orë të caktuar, dhe i ftova, thash jeni ftuar, kjo është CFN-ja, unë jam pastori dhe i ftova, thash ju ftoj që të vime dhe të lutemi për Shqipërinë dhe të lutemi për ju. Me diku 120 emaila e mia janë përgjigjur 55-60. Wow. Isha duke menduar si shkoi, cili ishte reagimi i tyre. Edhe e vërtetë është që erdhën dhe kemi pasur një kohë të jashtëzakonshme, totalisht pa eksperiencë në një fushë të tillë, por që janë ndjerë mirë, kështu që në mëngjesin e lutjes marrin pjesë trupi diplomatik, ambasador nga ambasada të ndryshme të përfaqësive që kanë në Shqipëri, në Tiranë, edhe në Prishtinë. Prishtinë shumë pak, sepse është shumë larg për të ardhur nga Kosova, për 3 orë aktivitet është me të vërtetë shumë sakrificë. Kryesisht janë ata pjesa tjetër që janë deputet, parlamentar, edhe njerëz me influencë. Kështu që kjo i ka hapur dyrë të reja pastaj që ka dëgjuar vetë Bundestagu gjerman për një djalë që është rritur në Gjermani, në fakt audienca nuk e di, unë jam rritur në Gjermani. Dhe fal hir të Zotit e zotëri mirë gjermanishten. Kështu që u ftova në Bundestag tashmë për herë të dytë dhe në dhjetor të vitit që lan pas isha ftuar edhe në Parlamentin Evropian, po me të njëjtën platformë që quhen edhe ata mëngjesi lutjes kombëtar, për të marrë pjesë dhe kisha mundësinë për të ndarë një audiencë të vogël këtë iniciativë që unë kam bërë, kështu që është shumë interesante, po i lutem Zotit që të rritet dhe kam shumë prekje sepse me disa njerëz që në rri dhe që takohem her pas here, nuk e keni idenë se sa të vetmuar është kjo lloj kategorie njerëzve. Unë dhe ti sot e kemi mundësinë për të folur shumë hapur për shumë gjëra ndoshta, jo vetëm radio, po edhe në jetën tonë. Ndërsa unë po e them një gjë. Unë ndarkova me një ambasador. Për arsye konfidencialiteti nuk po e them i ku qyteti. Dhe më besoni që unë thash me veten time, unë nuk dua kur më në jetën time ta kem një darkë të tillë, sepse darka që aq e sikletshme, saqë ne kishim në të 4 anët e restorantit roje, në vetë tavolina jonë mbrapa meje dhe para meje ishin bodyguardët e ambasadorit. Piruni dhe luga ime shishe se si po ushqesha, dhe unë ja bëra pyetje, thash, është vetëm sot kështu se ke ardhur në një vend të panjohur? Edhe ai tha, pastor mentor, tha, kjo është jeta ime e përditshme. Dhe unë tha, jam mënjos që e kam mundësinë tani për të qëndruar së bashku, tha, sepse unë nuk kam jetë private. Por në atë lloj mënyre ai më ofroi mundësinë, tha, kjo mua më bën mirë sepse e di që jam me njerëz të Zotit edhe ndjehemi sigurt. Kështu që ka shumë për të thënë për këtë gjë, një herë tjetër, por e falenderoj Zotin për dyrët e reja që po hapen. Edhe së shpejti do të ketë një emër tjetër dhe besoj që dikur pas disa viteve, besoj do të jetë një, po i lutem Zotit që do të jetë një johën e madhe për kombin tonë. Ju uroj shumë bekime në gjithçka që jeni duke bërë, edhe vërtet shumë e veçantë, shumë interesante kjo shërbes, por mbi gjitha jam e sigurt shumë e nevojshme për gjithë ata njerëz që janë pjesë e saj. Gjithashtu, së shpejti keni edhe konferencën e diasporës. Çfarë do të ndodh, apo nuk e di, takime të tjera që janë planifikuar për gjatë këtij viti? Ku është kamera këtu është, nuk e di. Po. Unë
përbrios. Po, duke ditur që do ma bëni këtë pyetje, unë kam sjellë edhe ftesën thjesht për t'u njoftuar edhe që në fakt është tashmë në rrjetet sociale. Është do të jetë konferenca e 5 e diasporës, diaspora në krishtërim. Do të zhvillohet në Gjermani me një pjesëmarrje nga Gjermania, Zvicra, vjet kemi patur edhe nga Franca dhe nga Holanda, jo shumë nga këto dy shtetet e fundit, por do zhvillohet në datat 19 dhe 21 qershor. Është kryesisht për diasporën shqiptare, duke që kanë ngjallur tek disa njerëz pak interes që njerëzit nga Shqipëria të vinë të marrin pjesë. Këtë vit jam unë me Frosinën folës kryesor dhe një vllai bekuar që ne e nderojmë shërbesin e tij në Kosovë, pastor Artur Krasniqi, që njëkohësisht është edhe aktualisht kryetari i KPUK-ut i komunitetit protestant në Kosovë. Do të jetë bashkë me ne. E pabesueshme është konferenca e 5. Ne kemi filluar në vitin 2022 me konferencat tona. Kështu që 2022, 2023, 2024, 2025, kjo në 2026 është e 5-ta. Në rast se keni të njohur antar të familjes, shikoni në rrjetet sociale, kryesisht tek Mentorama, e gjeni edhe ftesën dhe gjitha informacionet aty. Kjo është për diasporën si konferencë. Shërbesat vazhdojnë të rregullta. Kemi 2 grupe të mira dhe të mëdha shtëpiake në disa zona ndryshme, në 2 zona ndryshme. Kisha tashmë që është një zonë tjetër në Stuttgart dhe kam postuar në fakt sot. Tashmë kemi emëruar edhe ne quajmë person kontakti. Po. Në një zonë tjetër që është shumë strategjike që lidhet Gjermaninë dhe Zvicrën. Kështu që këtu janë ato risitë, e shohim që është një fushë shumë e madhe, është një nevojë shumë e madhe. Dhe gjeografikisht Gjermania është shumë e madhe, kështu që ne jemi të vetëdijshëm se mbulojmë dot të gjithë zonën, por në fakt as nuk duam dhe është e pamundur. Por patjetër ai sa ju mundeni. Por që interesant që kanë gjallë një interes tashmë më të madh se sa ka qenë para 2 vite në Shqipëri. Janë disa vëllezër dhe motra që na kanë kontaktuar, kanë shprehur dëshirën dhe gatishmërinë e tyre për t'u angazhuar në një formë apo tjetër në konferencat tona apo për të shikuar ndoshta për zonat e tjera, kështu që besoj që kjo që jemi duke bërë, mendoj që Zoti na ka dhënë në kohën e duhur, se ne dim, nuk dia mund të quajmë fatkeqësisht apo nga nevoja, shumë njerëz janë duke u larguar. Dhe besoj që në kohën e duhur kemi kapur vizionin e Zotit dhe thirrjen e Zotit për këtë shërbes. Dhe nuk çuditem. Zoti ka kohën e vet për gjithçka. Amen. Amen. Kjo është koha që ju të vazhdoni të shërbeni edhe të rriteni në. Faleminderit, amen. Po, edhe nuk dua të them fjalë shumë të mëdha, por nuk çuditem në fakt në rast se pas 15 viteve atë punë që Zoti ka bërë në Pogrades me CFN-n, që pas 15 viteve do të ndodh edhe në diasporë. Amin. Dhe unë e di që kemi shumë për të folur, ndoshta edhe për shkak të minutazhit do ndalemi edhe tek puna në komunitet, çfarë ju jeni duke bërë, sepse një pjesë e rëndësishme e shërbesave tuaja është edhe pranë komunitetit. Është një, nuk dua ta quaj një nga bazat kryesore të CFN-s, se ajo është akademia dhe konferencat tona, por në fakt është një punë shumë e madhe. Por me lejoni përpara se të flas këtë, do të them një gjë që është këtë vit shumë e veçantë. Nga që ishim të konferencat, është konferenca e grave, Zëri i Shërimit. Në muajin prill apo jo? Ajo është në muajin prill, në datat 9 me 11. Këtë vit Zoti e ka vendosur në zemrën Frosinës temën e kurrizuar nga hiri. Wow. Kemi një folse motër të bekuar nga Amerika dhe 2 të tjera së bashku me Frosinën nga Shqipëria. Dhe si çdo vit Frosina i lutet Zotit, kërkon se çfarë do të jetë për këtë vit, e duke që këtë vit mendoj do ketë një risi që s'ka pat asnjëherë më përpara. Këtë e them sepse ndoshta nga audiencat që do ta dëgjojnë ju bën mirë jo vetëm aspektin shpirtëror me Zotin, që ta marrë një shpresë të re, një fjalë të re se çfarë nën kupton Bibla për e kurrizuar nga hiri, por njëkohësisht ne do të ofrojmë për 100 regjistrimet e para trajtim dentar falas. Gjatë gjithë
konferencës, nga entja deri shtunën. Kështu që në rast se dikush se ka patur mundësinë për arsye financiare për të bërë këtë trajtim ose thjesht vizitë, besoj që gjatë konferencës zëvërshrimit do të jetë një mundësi fantastike dhe ju inkuraj që të regjistroheni. Puna në komunitet, në fakt ne sapo kemi dalur javën e kaluar nga një retreat dhe kemi diskutuar edhe një herë rishtas se si ta në cilën kolon do ta klasifikojmë se në fakt ajo është shumë e zgjeruar. Domethënë ne e themi për lavdit Zotit dhe për modesti, por nuk e themi për mburrje për shifra. Po mbrapa atyre shifrave që do të them tani unë janë nduar që kanë punuar, njerëz që kanë investuar. Domethënë janë mbi 19.000 individ vetëm në vitin 2025 që kanë përfituar në një formë apo një formë tjetër nga projektet tona sociale në komunitet. Dhe këtu jo vetëm në Pogradec, kuptohet, Pogradeci, zona Pogradecit, institucionet që ne bashkëpunojmë bashkë me ata, spitale, shkollat, qerdhat, zyra sociale e bashkisë, por edhe për te qyteteve të tjera, është një punë shumë voluminoze, ka qenë shumë bekim, thash për mira njerëz tashmë, kemi patur mundësinë në shtator për të bërë të mundur fillimin e shkollës për fëmijë që vijnë nga familje relativisht të varfra me pamundësi për të shkuar në shkollë, ne quajmë back to school, që javë kemi mësuar gjatë gjithë jo vetëm fillimin e shkollës, por gjatë gjithë vitin me pajisje shkollore deri tek rrobat dhe kputucat. Ne shikojmë që Zoti është duke përdorur këtë gjë dhe pse jemi duke bërë. Ne jemi duke bërë sepse ne besojmë që komuniteti duhet preket me dashurinë e Zotit. Ne nuk është që e plotësojmë vetëm një nevojë. Ndoshta nevoja mund të plotësohet aty për aty, por ato kuti, ato ndihmë, ato gjëra, ne jemi të vetëdijshëm që nuk ta zgjidhin ndoshta problemin elementar, por ne duam që të jemi duart dhe këmbët e Jezusit. Sepse në fakt edhe Jezusi ishte aq sa frymëror, ishte edhe aq praktik. Ne të gjithë predikojmë mrekullinë që Jezusi e shëmoi bukën dhe peshqit. Por në fakt për mua ato është një histori pak më ndryshe. Jezusi ja bën pyetje dishepëve, thotë që këta s'kan ngrënë gjithë ditën. Kështu që shkoni dhe blini diçka për ta. Dhe ata thonë që s'kemë mundësi. Dhe aty Zoti e bën të pamundur të mundur, që do thotë Jezusi mendoi për ushqimin e të varfërve. Ai jo vetëm që turmat e ndiqnin, po ai mendoi që ata të ishin mirë. Dhe këtë e bëjmë kryesisht në fakt fatkeqësisht unë mund të them që në evidencat tona kemi frikë që mos ndoshta varfëria është rritur në këto 2 vite të fundit. Të paktën në zonën tonë dhe në kontakte që ne kemi. Nuk mund të them sidomos dhe në zonat rurale. Të përfshirë në gjithë pjesën e Shqipërisë, është kështu, por në pjesët rurale dhe në zona ku ne shërbejmë, ne na rezulton në fakt që nevoja është e madhe dhe një nevojë që bëhet vërtet shumë akute që ne jemi kujdesur për qindra familjar të moshës së tretë, është mosha e tretë. Të vetmuar. Për arsye që rinia e zgjedh qytetet e mëdha, e zgjedh Tiranën, e zgjedh një vend tjetër, ndoshta edhe jashtë vendit, dhe mbetet mosha e tretë. Kështu që mendoj do të jetë një gjë shumë serioze për shoqërinë tonë. Besoj që jo vetëm në Pogradec apo aty ku ju shërbeni, por në gjithë Shqipërinë. Po, domethënë, dhe këtu ne merremi me blerjen e ilaçeve, me vizitat, me inkurajimet, me blerjen e ushqimeve, me gjërat elementare, higjieno-sanitare që ofrojmë. Po. Por në një njëjtin kohë ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe këtë e them në fakt dhe si falënderim për bashkinë e Pogradecit. Kemi gjetur dashamirësi dhe gatishmëri tek ata gjithmonë na referojnë tek familje që ne s'kemë kontakt tek njerëz që vërtet kanë nevojë për ndihmë. Kështu që punojmë me institucione shkollore, me qerdhet, kopshtet,
për banka, për shkolla, për lyrje, për materialet të ndryshme tjera shkollore, për spitalin pak që kemi themun pak për arsye modestie, po në fakt gjatë gjithë vitit 2025 ne kemi furnizuar me gjërat higjieno-sanitare. Tani dikush mund të më dëgjojë, mund të thotë që por është përgjegjës shteti për këto. Ne nuk jemi këtu për të akuzuar shtetin. Unë nuk jam këtu për të thënë që shteti nuk po e bën punën e tij. Besoj më sa është e mundur dhe shoqëria janë duke bërë më të mirën, por ne kemi parasysh si nevojë edhe lavdi Zotit e kemi patur mundësinë dhe kemi vepruar. Duke qenë se po mbrim në fund të bisedës tonë në studio, për ta mbyllur, cili është mesazhi juaj, një mesazh ndoshta i mbushur me motivim dhe inkurajim dhe me shumë shpresë për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente. Unë kam një fjalë. Dhe fjalën që kam sjellë me vete është për këtë është mos u dorëzo. Them mos u dorëzo sepse ndoshta për dikë ka qenë viti 2025 vit shumë i mirë. I gëzuar, i lumtur me gjërat e tjera, por ndoshta për pjesë mirë të tjerëve ka qenë një vit i vështirë. Ndoshta ka qenë vit ku jeta të ka përballur me të papritura. Ndoshta me ndonjë diagnozë që të ka sjell frikë. Ndoshta me ndonjë mungesë tjetër, por arsyeja që them është mos u dorëzosh sepse Zoti nuk ka mbaruar punën akoma. Besoj Zotit dhe sido që mund të qenë viti 2025 i bukur apo jo i bukur, dritë apo i errët, mesazhi im është që Zoti nuk ka mbaruar punën akoma me të ditë. Zoti s'ka mbaruar punën, vëlla dhe motër dashur që po na dëgjon edhe me jetën tënde. Prandaj vazhdo vitin 2026 si një mundësi e re, shikoje si një rritje, shikoje si një drejtim të ri, shikoje si një ndërhyrje në shëndetin tënd, sepse Zoti është ai që hap dyert e reja. Prandaj mos u dorëzo, vazhdo përpara. Pastor mentor, të falenderoj vërtet shumë për gjithçka që ndavi në ditën e sotme. Ka qenë një intervistë jam e sigurt bekim për mua personalisht, por edhe për gjithë ata që na kanë ndjekur në ditën e sotme. Ju uroj shumë bekime në gjithçka që ju dëshironi të realizoni për gjatë këtij viti të ri, për gjatë 2026-s. Qoftë në Pogradec, në komunitet, në diasporë dhe kudo tjetër ku ju keni zemër për të shërbyer. Edhe një shumë faleminderit dhe për mua është privilegj dhe kënaqësi për të qenë këtu. Ne përfundojmë bisedën tonë së bashku në studio njëkohësisht miq mbrim në minutat e fundit të programit Muzik Plus edhe për ditën e sotme në këtë të hënë data 26 janar. Unë ju falenderoj vërtet shumë të gjithë ju që na ndoqët përmes frekuencave tona, por edhe online në faqen e internetit emanuelradio.net, si dhe mos harroni shkarkoni aplikacionin tonë në Play Store dhe App Store Radio Emanuel Albania. Ju përshëndes me këngën e fundit për sot. Ju ftoj të ndiqni kishën ungjillore Libonik Malish me këngën Unë hy në vendin shumë të shenjtë. Ju uroj miq të kaloni një ditë këndshme në vazhdim, bashkë ridëgjohemi në puntatën e ardhshme këtu në programin Muzik Plus. Unë hy